Maqedonia po ballafaqohet me skenar të jashtëm për ndryshimin e emrit të shtetit dhe të kishës. Metropoliti Petar i Prespës Pelagonis në një intervistë për televizionin Nova thotë se trysnia është e dukshme edhe në shoqëri, ndërsa qëllimi është që të ndikohet mbi gjithçka që është shenjë popullit maqedonas. Sipas tij, ajo që po ndodh në këto 2 vite e gjysmë në shtet paraqet tradhti të interesave kombëtare. Ai thotë se nënshkrimi i deklaratës në Tiranë paraqet përzierje e drejtpërdrejtë në punët e brendshme të Maqedonisë. Neve nuk duhet të na bashkoj fakti se si gjuhë e dytë do të flitet shqipja, serbishtja, bullgarishtja apo greqishtja. Duhet të na jepet shkak që të bashkohemi në sensin e asaj që të kemi mirë kuptim. Kjo është diçka e imponuar dhe gjithçka që është e imponuar nuk ka kurfar perspektive, por vetëm se do të ketë refuzim më të madh. Kjo ka ndodhur edhe me maqedonasit në Greqi, të cilëve ju imponua gjuha greke. Sipas disave, kjo paraqitje e metropolitit Petar paraqet përzierje të kishës në politik. Njeriu i pari i peshkfisë së Dibrës Kërçovës Timotej thotë se kisha duhet të paraqitet si një organizatë mbipartiake, e cila do të kujdeset për besimtarët e saj. Kisha duhet të jetë organizatë mbipartiake dhe ajo duhet të kujdeset për besimtarët e saj, pavarësisht përcaktimin e tyre nacional dhe politik. Përjashtime ka pasur dhe gjithmonë do të ketë. Unë nuk them se në kish nuk ka njerëz të cilët përcaktojnë apo marrin njërin apo tjetrën anë, por zyrtarisht kisha si institucion duhet të jetë kjo për të cilën po flas. Atë Boban Mitevski nga i peshkfia e Shkupit për TV21 deklaroi se ekzistojnë çështje thelbësore të cilat e ngarkojnë të gjithë shoqërinë dhe jo gjithnjë kanë karakter politik apo fetar. Kisha nuk përzihet në jetën politike, duke thënë se për këtë duhet votuar apo duket mbështetur haptazi ndonjë opsion, por këtë e bën vetëm kur duhet të dilet me mendim për disa çështje të rëndësishme. Para një kohë edhe Bashkësia Fetare Islame u kritikua për përzierje në politik nga ana e kryetarit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, i cili deklaroi se një pjesë e hoxhallarëve i kanë këshilluar besimtarët të votojnë për LSDM-n. Ndaj kësaj reagoi kreu i BFI-s Sulejman Rexhepi, i cili shkroi se në tërësi është respektuar urdhri që hoxhallarët të mos përfshihen në çfarëdo fushate.